Bashkia e Vlorës ka hedhur për diskutim një projekt vendim për shtesa dhe ndryshime në buxhetin e vitit 2026, ku në total parashikohet rishpërndarja e 55.5 milion lekëve të trashëguara nga viti kaluar. Dokumenti zyrtar nxjerr në pa prioritetet e reja të administratës vendore, aktivitete kulturore, subvencione për futbollin, dekor urban dhe investime infrastrukturore. Por për te shifrave, dokumenti ngre dhe debat mbi mënyrën se si po konceptohet zhvillimi i qytetit dhe raporti mes propagandës festive dhe nevojave reale të komunitetit. Sipas relacionit financiar nga fondet e mbetura të vitit 2025, bashkia do të përdor 54.5 milion lek nga të ardhurat e veta dhe 1 milion lek nga granti performancës. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve shkon për shpenzime operative, subvencione dhe investime të reja. Një nga zërat më të mëdhenj është financimi i klubit të futbollit Orikum, i cili përfiton 11 milion lek subvencione vetëm për fazën e parë të sezonit futbollistik 2026-2027. Fondet do të përdoren për paga futbollistësh, dieta, transport, uniforma, siguri dhe shpenzime të tjera operative. Vetëm paga dhe sigurime shoqërore zën mbi 7 milion lek. Në një qytet ku problematikat e infrastrukturës, ujësillësit, trafiku dhe mbetjeve urbane mbeten çdo ditë pjesë e ankesave të qytetarëve, financimi i sportit profesionist me këto nivele sjell natyrshëm diskutimin nëse prioritetet janë vendosur aty ku duhet. Bashkia argumenton se sporti dhe aktivitetet sociale janë pjesë e gjallërimit të jetës komunitare, por kritikët mund ta lexojnë këtë si një tjetër përpjekje për të prodhuar fasad publike në prag të sezonit turistik dhe aktiviteteve elektorale të vazhdueshme lokale. Edhe më ambicios paraqitet programi kulturor i bashkisë. Vetëm për projektet kulturore janë planifikuar 15 milion lek. Në dokument përshkruhet një vizion festiv për Vlorën me synimin për ta kthyer qytetin në qendrën kryesore të festimeve kombëtare gjatë 27-29 nëntorit. Programi përfshin paradën Albania Nights Show, projekt mapping, koncerte, panajire artizanale, performanca folklorike, pishek zjarr dhe ndryshime dekorative në të gjithë qytetin. Bashkia synon që koncepti Shqipëria jemi ne të krijojë një identitet modern dhe emocional për festimet. Në letër projekti duket si një strategji për promovimin e turizmit dhe identitetit kombëtar, por në praktik pyetja mbetet e hapur, apo investohet Vlora në kulturë të qëndrueshme apo në evente spektakolare me efekt afatshkurtër mediatik. Një tjetër pikë interesante është projekti Vera Kulturore 2026, i cili parashikon aktivitete në Vlorë, Orikum, Novosel, Shushis dhe Babic, me synimin për të tërhequr mbi 35.000 pjesëmarrës gjatë sezonit veror. Bashkia argumenton se kjo do të ndikojë pozitivisht në ekonomi dhe në zgjatjen e sezonit turistik. Megjithatë, ndërkohë që flitet për tur kulturor lëvizjes, qytetarët vazhdojnë të përballen me rrugë të amortizuara, ndërhyrje infrastrukturore të pambyllura dhe mungesë standardesh në shumë zona periferike të qytetit. Kontrasti mes retorikës së qytetit festiv dhe realitetit urban është ndoshta elementi më i fortë politik që del nga ky projekt buxhet. Dokumenti zbulon gjithashtu investime të reja në dekor urban dhe rikonstruksione, mes tyre përfshihet rikonstruksioni i qendrës së shërbimeve mbështetëse për fëmijën dhe familjen, si dhe ndërhyrje në mure rrethuese përgjatë disa rrugëve të qytetit. Po ashtu, bashkia ka parashikuar fonde për dekor urban, stola dekorativ, skulptura bronzi dhe elemente estetik në hapësira publike. Kjo filozofi investimi tregon një orientim të qartë drejt pamjes vizuale të qytetit, një model që prej vitesh përdoret nga shumë bashki në Shqipëri, më shumë fasade estetike dhe më pak investime strukturore afatgjata. Në fund, ky projekt buxhet shtesë nuk është thjesht një tabel financiare, ai është një pasqyrë politike e mënyrës si konceptohet Vlora e vitit 2026, një qytet që kërkon të shfaqet si destinacion festiv, turistik dhe kulturor, ndërsa ende përballet me plagë të vjetra urbane që nuk zgjidhen me koncerte, pishek zjarr apo dekorim urban. Debati vërtet nuk është nëse duhen aktivitete apo jo. Debati është balanca, sa para shkojnë për imazh dhe sa për probleme reale. Dhe pikërisht aty, ky projekt vendim lë shumë hapësirë për pyetje.